Okej, tregoj mas tregoj mas emisionit. Nëse ta me tregu që e kena ndru. Janë ndru gjarat. Kthehemi tek Dukagjini Xhilani. Dukagjini Xhilani Bek, 1-1. Një ndeshje për të dy palët e rëndësishme, duke parë që Dukagjini nuk o që filloi mirë stinorin, Xhilani filloi mirë, ambicjet e Xhilanit vret në bazë të investimeve që normal që duhet të prek Evropën. Po mos të harrojmë se në Klin të merresh në rezultat baraz në këtë rast nuk është pak. Po të pranosh gol në minutat e fundit, unë mendoj se është e dhimbshme. Po mendoj në këto raste nganjëherë mund janë disa situata që mund të administrohet situata, e pam prej një ndërpremjes, edhe pse dim që Xhilani ka lojtar shtat gjatë, ka lojtar me përvojë, i zhdash të reagojnë ma mirë, po pam që edhe gjatë ndeshjes Dukagjini krijoi shumë, tash faktori fush mund të jetë për 8 ditë, ndoshta penalizon një anë apo tjetër nuk mund ta marrëmi si një bazë dhe themi që Dukagjini ka favorizuar apo ka dëmtuar Xhilanin, po në përgjithësi një lojë e luftuar, një lojë ku në këto fusha ka shumë dëshirë dhe vetë fusha jep mundësinë lojtarë të sakrifikohen, po të merrte një rezultat 3 pikë në këtë rast Xhilani vetë se ishte e hapur pozita për Manal me 1 pikë, shohim që janë shumë